Përshëndetje të nderuar miq, po jetojnë në rendin e ri botror të Donald Trumpit, I cili ka shkatruar versionin e vjetër të politikës amerikane, por çfarë s'do të ndërtoj për këtë do të flasim një zhvillimeve të gjeopolitikës. Zoti Goxha, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje juve. Zoti Goxha, topi tani është në dorën e Putinit, por çfarë do të bëj Trumpi nëse Putini nuk e gjuan? Shiko, kjo ideja që është krijuar dhe gjitha mediat e kanë marrë si të mirë qenë, që topi është në dorën e Putinit. Pra, është një deklaratë e bërë nga Rubio dhe nga Steinmeier, është një deklaratë që tregon papjekuri totale të këtyre njerëzve, pra një lloj deklarate e një adoleshenti, pra që unë e bëra këtë tash e keti radhën. Jemi në një luftë dhe në luftë nuk ka radhë. E janë gjërat e përcaktuara qartë. Nuk ka thënë dikush ose nuk ka premtuar dikush deri më sot nga gjitha ato që ka ndodhur, nuk kemi pasur një premtim nga ana e Rusisë që në rast se juve uleni dhe bidni Ukrainën për këtë, atëherë una do bëj. Pra nuk ka asnjë deklaratë të tillë, nuk ka asnjë gjë të tillë. Në rast se do të kishte një deklaratë paraprake ose një marrëveshje paraprake midis Amerikës dhe Rusisë për të gjëra atëherë po mund të thoshim që topi është në anën e atij I cili ka pranuar që juve të uleni. Kjo që ka ndodhur në Riyadh, pra kjo armëpushimi, kjo nuk është një armëpushim për armëpushim. Kjo është një tentativë e re për një kapitullim të Rusisë. Pra, juve ndaloni gjithçka, sa të armatosemi neve, sa të rigrupohemi neve dhe pastaj fillojmë nga e para. Nuk ka asnjë lloj zgjidhje politike. Prandaj dhe është totalisht një papjekuri, qoftë edhe kjo ofertë, qoftë edhe kjo deklaratë. Ka të bëjë, nuk ka asnjë top në dorën e Putinit. Top nuk ka askund. Pra, lufta nuk është një lojë futbolli me raunde që sot e kam unë, nesër e ke ti. Pra, është një aktivitet I vazhdueshëm I cili tregohet ajo çfarë kanë terren. Pra, në terren aktualisht rusët kanë dhe e kanë pasur gjithnjë përparësinë strategjike, pra iniciativën strategjike nuk e kanë humbur në asnjë moment. Dhe në rast se do të pranonin një ofertë të tillë, pra një propozim të tillë, I cili është një propozim I cili synon të cënojë totalisht nga ana strategjike rusët, pra t'u heqë aty iniciativën, kjo do të ishte një fitore taktike për këtë perëndimin I cili po pretendon që të riarmatosë nga e para Ukrainën, dhe do të ishte një humbje strategjike për Rusinë. Pasi këtu në këtë moment, pas kësaj që pranoi Ukraina, ka filluar sërish armatosja dhe dhënia e të dhënave strategjike nga ana e Amerikës. Pra këtu nuk ka top në asnjë vend, kupton? Kjo është thjesht një deklaratë që po mundohet siç ka bërë deri media deri më sot që t'ia lëm atij I cili nuk është fare pjesë e kësaj. Pra nuk ka kuptim. Pra dy palët të cilat deri më sot kanë qenë palë agresor, palë ndërluftuese, merren vesh bashkë dhe thonë neve po bëjmë dakord sot dhe tash radhën e ka ai. Prandaj thash është e pakuptim, janë palë ndërluftuese dhe vazhdojnë të jenë palë ndërluftuese. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës e humbën atë, në fillim kishin marrë një pozicion si ndërmjetës dhe kur merr një pozicion si ndërmjetës, dakord, atëherë ti mund të bësh ndërmjet dy palëve, por në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës pas kësaj takimi vendosen më njëherë, pra pasi Ukraina pranoi propozimin e amerikanëve të rijapin sërish të hapin dritën e jeshile dhe të fillojnë sërish furnizimin me armatim dhe me të dhëna strategjike të objektivave ruse në territorin rus, automatikisht amerikanët në këtë moment e kanë humbur atë pozicionin që morën si ndërmjetësues dhe janë bërë palë ndërluftuese. Dhe në momentin që bëhesh palë ndërluftuese nuk ka më të kuptohet se topi është ndonë dhe topin e kanë po këta, të cilët në një moment mund ta linin topin, por në ata vendosen ta rimarrin sërish topin. Pra nuk ka top në duart e Putinit. Topi ka mbetur sërish në duart atyre që pretendojnë se e kishin pavarësisht se them që nuk ka çështje topi këtu. Është një analogji që nuk qëndron fare për mendimin tim. Po hapi rrallës tani për të kapërcyer këtë, kush mendoni që do jetë përgjigjja e Rusisë edhe reagimi I SBA, sepse Trumpi ka kërcënuar me vendosjen e sanksioneve të tjera.